bashku bazuar në vlera dhe në praktika të përbashkëta. Shqipëria ka përfituar tashmë nga kjo iniciativë përmes disa hetimeve të përbashkëta të suksesshme. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale vazhdojnë të bëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ndërsa përpjekjet tona për të luftuar krimin tradicional janë në rrugë të mbarë, sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Zhvillimet e fuqishme teknologjike kanë rritur ndjeshëm kapacitetet operacionale të individëve dhe rrjeteve kriminale, ndërkohë që adaptimi i strukturave tona me këto transformime ka ecur relativisht ngadalë, për shkak të kohës që nevojitet për trajnimin e personelit, si dhe kostove të larta financiare që shoqërojnë hetimet e këtij lloji. Është e domosdoshme që të vijojmë me forcimin e kapaciteteve institucionale në planin kombëtar, ndërkohë që nevojitet të sigurojmë një fleksibilitet operacional të një niveli më të lartë në bashkëpunimin rajonal. Ecja me ritme të ndryshme në këtë aspekt do të ulte efektivitetin e punës sonë si në planin kombëtar, ashtu edhe në atë rajonal, ndaj mbështetja e projektit edhe në këto aspekte do të vijojë të jetë e rëndësishme për bashkëpunimin tonë më tej. Ndërsa shohim përpara, e ardhmja e këtij projekti duket premtuese. Megjithatë, duhet jemi të vetëdijshëm se ecuria e mëtejshme mbetet thelbësisht e lidhur me vullnetin e secilit prej vendeve sot pjesëmarrës në takim për ta vendosur bashkëpunimin efikas rajonal në qendër të prioriteteve të tyre. Ka nevojë për një koordinim më të mirë së pari të veprimeve mes të gjitha agjencive ligjzbatuese në rrafshin kombëtar, në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore dhe ritmi i tyre në raport me vendet e tjera që do të bashkëpunohet. Besoj se ka ende mjaft potencial të pashfrytëzuar në drejtim të përdorimit të mekanizmit të ngritur përmes projektit të drejtësisë penale në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit që do të nënshkruajmë sot me Malnezi është shenjë e një angazhimi serioz e afatgjatë, që ndërsa do të krijojë dinamika të reja në bashkëpunimin dy palësh, do të japë njëkohësisht efekte pozitive në drejtim të konsolidimit të veprimit të koordinuar në planin rajonal. Në përfundim, ashtu si e përmenda edhe më lart, uroj dhe besoj që dita e sotme të shërbejë pozitivisht, si në drejtim të kryerjes një bilanci të punës së deritanishme, po ashtu edhe në drejtim të evidentimit të problemeve dhe asaj që mund të bëhej më mirë, duke përcaktuar qartë trajektoren që duam të përshkojmë në vazhdimin e bashkëpunimit rajonal. Për Shqipërinë dhe jo vetëm, arritjet e drejtanishme përbën një progres të dukshëm. Kjo do të thotë që sistemet tona të drejtësisë janë në rrugën e duhur të standardizimit, të harmonizimit me standardet e BE-s. Duke marrë shkasi dhe duke falënderuar edhe ambasadorin Gonzato për pranimin e tij sot, dua të konfirmoj vullnetin tonë institucional në drejtim të kontributit ndaj procesit të integrimit evropian të vendit, të vetëdijshëm se puna dhe arritjet tona edhe në planin e bashkëpunimit rajonal lidhen ngushtë me këtë proces. Ndërsa sfidat mbeten, ky projekt ka hedhur themelet për një rajon më të fortë të sigurt, më afër integrimit të plot në familjen evropiane. Në vazhdim të takimit, unë t'ja jap fjalën për një përshëndetje drejtuesit të prokurorisë posaçme, zotit Altin Tumani. Faleminderit zoti prokuror i përgjithshëm, i nderuar presidenti Eurojust, zoti Schmid, i nderuar zoti ambasador, zoti Gonzato, të nderuar kolegë, është një nder i veçantë të jem këtu me ju në forumin konsultativ të prokurorit të përgjithshëm dhe të posaçëm në Ballkanin Perëndimor. Falenderoj organizuesit për këtë platformë, e cila na jep mundësi të ndajmë eksperiencat tona dhe njëherësh të rikonfirmojmë përgjegjësitë e përbashkëta. Dëshiroj gjithashtu të vlerësoj rolin dhe mbështetjen e Eurojust duke krijuar ura të forta bashkëpunimi ndërkombëtar. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia,
por edhe për kushtimin përbashkët për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëjë ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura. Operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarja më e shpejtë e informacionit, besimi ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete. Nëse ka një element që ka bërë dallimin në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është bashkëpunimi i shkëlqyer me Eurojust. Eurojust nuk është thjesht një agjenci e Bashkimit Evropian, por një nyje strategjike që na ka ndihmuar të kapërcejmë pengesat frenuese të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për SPAK, ky bashkëpunim ka dhënë rezultate të prekshme. Përmes mbledhjeve të koordinuara, skuadrave të përbashkëta hetimore, kemi mundur të trajtojmë raste komplekse, të koordinojmë veprimet hetimore, duke shmangur vonesat dhe duke shtuar besimin reciprok institucional. Po t'i hedhim një sy edhe raportit të Eurojust për vitin 2024, shikojmë që prokuroria SPAK është prokuroria me numër më të lartë të çështjeve të çelura në Eurojust, nga vendet jo anëtare të BE-s. Nga muaji janar-maj 2025, SPAK ka marrë pjesë në 10 nga mbledhjet e koordinuara të Eurojust. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine. SPAK ka marrë pjesë në hetimet përbashkëta në kuadër të 2 qendrave të koordinimit në ditën e aksionit të ngritura pikërisht nga Eurojust. Krahas bashkëpunimit dhe ndihmës që ka dhënë Eurojust, nuk mund lë pa përmendur bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi me disa nga vendet e rajonit dhe në mënyrë të veçantë dua të falenderoj Vladimirin, kolegun tim nga Mali Zi, Besimin, kolegun nga Kosova, dhe Islamin, kolegun nga Maqedonia e Veriut, por edhe kolegët e tjerë të vendet të rajonit. Pasi të paktën me prokurorit e posaçme të Malit Zit, Maqedonisë Veriut dhe të Kosovës, kemi treguar se një bashkëpunim i hapur dhe duke i besuar njëri tjetrit bën të mundur ndërtimin e hetimeve të suksesshme. Dhe këto hetime të suksesshme që kemi patur me kolegët që përmenda, konsistojnë në skuadra të përbashkëta hetimore, në hetime paralele, në shkëmbime informacioni të shpeshta, në funksion të hetimeve që ne ose kolegët tanë kanë nga vendet e tyre, duke ndihmuar njëri tjetrin në ndërtimin e hetimeve të suksesshme dhe realizimin e qëllimit të përbashkët që është suksesi në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që prek vendet tona. Unë them që është një model bashkëpunimi që kemi me të tre këto shtete, është një model që duhet përqafohet edhe nga vendet tjera të rajonit, të cilët nuk kanë qenë aq aktiv në këtë bashkëpunim. Me dhjetor të vitit kaluar, SPAK ka nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me prokurorinë e posaçme të prokurorinë speciale të Malit të Zi. Gjithashtu, SPAK i ka kushtuar vëmendje ekzekutimit në një kohë sa më të shpejtë të kërkesave për ndihmë juridike që vijnë nga vendet e rajonit, por edhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo edhe nga vendet e Amerikës Latine. Por ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek tre elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Të nderuar kolegë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar.
por kur ne veprojmë bashkë, koordinohemi, ndajmë problematika dhe mbështesim njëri tjetrin, ngarkesa lehtësohet dhe impakti është edhe më i madh. Unë jam i mendimit se besimi i publikut nuk mbeten vetëm tek rezultatet. Ai shtohet kur shihet se bashkëpunimi mes nesh është i fortë dhe kur ne, prokurorët e rajonit, jemi të vendosur bashkarisht për drejtësinë, pavarësisht se ku i ka fillesat krimi organizuar apo korrupsioni. Dhe në fund të fjalës sime dëshiroj të vlerësoj kurajon e shumë kolegëve në këtë tryezë që hetojnë raste sensitive dhe komplekse, ekspozojnë interesa të dyshimta duke zbatuar me guxim ligjin në vendin e tyre. Le të avijojmë dialogun dhe bashkëpunimin mes nesh për të arritur zgjidhje konkrete, të shpejta dhe të qëndrueshme. Faleminderit. Faleminderit zoti Dumani. Tani dua t'ja jap fjalën për një përshëndetje presidentit të Eurojust, zotit Mikael Schmid, cilin dua ta falenderoj në emër të prokurorisë shqiptare për mbështetjen e fuqishme që vazhdimisht Eurojust i ka dhënë autoriteteve tona në punën e tyre. Faleminderit dhe mirëmëngjes. Të nderuar Olsit, të nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar media, në emër të Eurojust do doja së pari të përdora këtë mundësi të mirëpres të gjithë në këtë forum të dytë konsultativ të prokurorëve të përgjithshëm dhe prokurorëve special të Ballkanit Perëndimor. Dhe faleminderit që erdhët gjithë këtu në këtë takim të rëndësishëm. Është kënaqësi për mua të jem përsëri në Tiranë dhe të takoj disa nga ju përsëri, ndërsa disa të tjerë takoj për herë të parë. Mbrëm ne patëm në fakt një mundësi të shikonim edhe mikpritjen e mirë të madhe të shqiptarëve dhe doja të falenderoj prokurorin e përgjithshëm dhe ekipin e tij për organizimin e këtij eventi mbrëm. Me qënë se është forumi parë konsultativ ku marrë pjesë si president i Eurojustit, pra unë do bëj një ndërhyrje më shumë në nivel personal, rajoni i Ballkanit Perëndimor ka qenë gjithmonë shumë i rëndësishëm për mua, sepse siç e dini, vendi im, unë jam austriak, historikisht ka lidhje, ky vend Austria ka lidhje historike me këtë pjesë të Evropës dhe ndoshta në aspektin dhe më personal, nëna ime është nga jugu i Austrisë dhe gjuha e saj është slovene. Prandaj unë afrohem edhe më shumë akoma me rajonin. Por nga ana profesionale, siç e dini të gjithë, para se të caktohesha president e Eurojust, unë kam punuar si pikë kontakti të kolegjit të Eurojustit për Ballkanin Perëndimor. Mjafton kaq me mua, sigurisht. Unë mendoj që Ballkani Perëndimor është një partner shumë i rëndësishëm i Eurojustit si organizat. Dhe siç e dini, vendet e Ballkanit Perëndimor sigurisht janë të rrethuar nga Bashkimi Evropian dhe nuk ka asnjë mënyrë të futesh aty pa kaluar një vend antar të BE-s së pari dhe mendoj se për këtë arsye është logjike që ju jeni një nga aleatët kryesor të Bashkimit Evropian në shumë aspekte dhe kur bëhet fjalë për Eurojustin sigurisht kjo lidhet me luftën kundër krimit organizuar. Ne kërkojmë të përmirësojmë të bashkëpunim, të arrisim në nivel të lartë si kolegë, si të partner të barabartë, miq. Të gjithë ne e dimë se grupet e krimit organizuar në nivel të lartë punojnë, kalojnë kufijt dhe ne duhet të jemi të njëjtë në mënyrë që të luftojmë ndër tyre, të hetojmë rastet. Dhe ne mendojmë se projekti për Ballkanin Perëndimor është efikas për ta bërë këtë. Pra, për të patur dhe objektivi jonë kryesor është të rrisim besimin reciprok dhe të dhënë njohuritë mes prokurorëve, gjyqtarëve, për të rritur bashkëpunimin ndërkombëtar në rajon, por edhe mes Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s. Pra të nderuar kolegë, tek forumi konsultativ i parë që organizua nga kolegët Malit e Zi, që atëherë ka ndodhur shumë, ka patur raste që janë koordinuar, shumë raste që janë koordinuar nga Eurojusti, sidomos për sa i përket trafikimit, mashtrimit online, dhe për këtë arsye janë arrestuar qindra të dyshuar dhe janë konfiskuar mallra të paligjshëm në numër shumë të lartë.
Një hap I rëndësishëm që ka ndodhur vitin e kaluar, ka qenë mbështetja për shkak të projektit është për 4 grupe hetimore të përbashkëta që janë vetëm të përbërë nga vendet anëtare të Ballkanit Perëndimor. Këto ekipe për të hetimet të përbashkëta janë marrë sigurisht kanë me trafikimin e drogës, me çështjet për trafikimin e drogës, falsifimin e parave. Dhe deri tani më shumë se 50 çështje janë mbështetur që përfshin vendin tuaj. Dhe ky është rezultati I një pune të shkëlqyer të prokurorëve të ndërlidhës që kemi në Eurojust, dhe pikave të kontaktit, si dhe antarëve të përkushtuar të grupeve të kontaktit, shumë nga të cilët janë këtu sot me ne dhe doja t'ju falenderoja për punën tuaj në vitin e kaluar. Dje, grupi kontaktit ka bërë takimin e 14 dhe në fakt provoi që ishte një mekanizëm thelbësor për të koordinuar dhe mbështetur hetimet ndërkufitare. Në mjedisin kompleks të sotëm global, është gjithashtu e rëndësishme të kemi një dialog në nivel strategjik dhe për këtë aspekt, projekti për Ballkanin Perëndimor ka organizuar më shumë se 20 seminare në nivel rajonal, trajnime dhe tilla për shembull asetet kripto, komunikimi kripto, krimi midisor dhe për krijimin e grupeve të përbashkëta hetimore. Dhe më jep mundësinë t'ju falenderoj dhe ekipin e projektit Aslan, Maria Laura, Filip dhe Jakobon. Pra faleminderit për punën tuaj dhe në fakt nga pikpamja ime mendoj se keni bërë një ndryshim të madh. Të nderuar kolegë, para se ta përmbyll këtë fjalim, doja të shtoja një element të fundit. Sigurisht, siç u përmendëm më herët, projekti ka si qëllim të mbështesë dhe të rrisë bashkëpunimin rajonal, por ka dhe një dimension tjetër, një aspekt tjetër që është të lehtësoj rrugën tuaj drejt anëtarësimit në BE. Ne në Eurojust luajmë rolin ton të vogël në procedurat e aderimit, sigurisht janë procedura që njihni ju ndoshta më mirë se unë, por gjithsesi ne bëjmë vlerësimin ton vjetor në lidhje me progresin që është bërë për bashkëpunimin gjyqësor në lidhur me paketën e zgjerimit. Dhe doja të garantoj që ju mund të besoni te ne, që ne do vazhdojmë ta bëjmë këtë, do ju mbështesim rrugën tuaj drejt hyrjes në Bashkimin Evropian dhe do ishte kënaqësia ime më e madhe nëse në të ardhmen e afër ose nga prokurori ndërlidhës ndoshta mund të kthehet në një vend antar. Faleminderit shumë dhe mezi pres të bëjmë shkëmbimet në këtë konferencë. Faleminderit. Dhe president, siç edhe ju e përmendët, rezultatet e këtij bashkëpunimi rajonal kanë një impakt të rëndësishëm edhe në procesin e integrimit evropian të vendeve të rajonit, patjetër edhe të Shqipërisë ku sot organizohet ky takim. Ndaj ftoj nga rasti për t'i kaluar fjalën edhe ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Gonzato, për një fjalë përshëndetse. Faleminderit I dashur Olsi, I dashur Altin, presidenti Schmidt, nderuar prokuror zonja e Zotrinj, më lini të them që dua ta nis duke përgëzuar Eurojustin për këtë nismë të shkëlqyer dhe jam vërtet krenar për këtë projekt, sepse BE-ja dhe Ballkani Perëndimor vazhdojnë të përballen me kërcënime të përbashkëta sigurie nga krimi organizuar dhe korrupsioni dhe bashkëpunimi I ngushtë midis gjyqësorit dhe aktorëve në përtek kufirit dhe përgjigjet e koordinuara janë thelbësore jo vetëm për të luftuar efektivisht krimin ndërkufitar, por edhe për të mbrojtur më mirë viktimat e krimit. Jap se ky projekt dhe takimi I sotëm janë kaq të rëndësishëm. Ne njohim angazhimin e fortë të vendeve në rajon për të luftuar së bashku krimin organizuar që është ndërkufitar në përkufizimin e vet dhe natyrisht shkakton një dëm të madh ekonomik e pengon rritjen ekonomike. Është I dëmshëm për kohezionin social e për mirëqenien e qytetarëve e po kështu gërryen besimin e qytetarëve në institucione. Korrupsioni në nivel të lartë është I parë I shumë aktiviteteve kriminale dhe kërcënim I sigurisë. Rrjetet kriminale përdorin korrupsionin dhe në nivele të larta për zgjeruar ndikimin e vet apo për të shmangur drejtësisë. Ashtu si çdo formë korrupsioni privon brezat e ardhshëm sidomos nga një ardhmë më e mirë. Në këtë fushë po kështu duhet punojmë së bashku
për të hequr këtë ndjesë ndëshkueshmërie dhe për të zgjeruar hendekun e distancën midis politikës, gjyqësorit, pra dhe qytetarit pra për ta ulur këtë hendek. Forcimi i sundimeve të ligjit është një sfidë thelbësore për vendet në procesin e antarësimit dhe rezultatet e prekshme në këtë drejtim janë elemente thelbësore për të ecur përpara në procesin e integrimit të BE-s. Puna juaj kësaj si krye prokuror ndikon drejt për drejt progresin e vendeve tuaja drejt antarësimit në BE, ashtu siç po thonë ju Olsi. Shërbimet pavarura të prokurorisë që mund të hetojnë e të ndjekin penalisht krimin pa frikë apo favor janë parakushte thelbësore për antarësimin në BE. Kur prokurorët në rajon punojnë së bashku, duke ndarë praktikat më të mira e duke bashkërenduar hetimet, forconi jo vetëm sistemet individuale të drejtësisë, por të tërë strukturën e bashkëpunimit gjyqësor evropian. Gjatë viteve të shkuara kemi parë përparim në bashkëpunimin e prokurorëve në mbar rajonin dhe gjithashtu edhe rritjen e përdorimit të njësive të përbashkëta të hetimit apo kështu edhe ndarja e informacioneve inteligjencës ka dhënë rezultate konkrete. Kemi parë këtë në Shqipëri, ku ka patur një rritje të rasteve të profilit lartë që përfshin krimin ndërkufitar, pastrimin e parave, korrupsionin që po hetohen me sukses e po ndiqen penalisht përmes përpjekjeve bashkëpunuese me shtetet anëtare të BE-s e përmes bashkëpunimit me agjencitë e BE-s, Eurojust, Europoli e po kështu edhe zyra e prokurorisë europiane. Këto arritje dërgojnë një sinjal shumë të qartë. Drejtësia nuk njeh kufi dhe pandëshkueshmëria nuk ka vend në shoqëritë tona. Megjithatë, na duhet të pranojmë edhe ato sfida që vazhdojnë të jenë pranishme, trysnia politike mbi institucionet e drejtësisë, kufizimet në burime dhe po kështu natyra në zhvillim e krimit ndërkombëtar që kërkon vigjilencë dhe nisma konkrete për të forcuar kuadret ligjore dhe institucionale si edhe burimet financiare njerëzore. Është po kështu e qartë se krimi organizuar dhe korrupsioni gjenerojnë shumë pasuri, parat dhe apo këto para dhe pasuri duhen gjurmuar, sekuestruar, konfiskuar dhe ripërdorur me gjas për qëllime të tjera ekonomike dhe në fakt kemi njësër projekte ashtu në Shqipëri për në këtë drejtim për të cilat janë veçanërisht krenar. Pastaj kapacitetet e autoriteteve ligjzbatuese të prokurorisë, të cilat kryejnë hetime proaktive financiare ekonomike përveç atyre penale duhet rriten. Duhen veprime konkrete për të rritur njohuritë sa i përket krimit financiar, përfshi dhe instrumentet e sofistikuara që përdoren nga rrjetet kriminale, e po kështu edhe teknikat që janë gjithmonë në zhvillim e sipër për pastrimin e parave, që përfshin gjithashtu edhe asetet virtuale dhe kriptomonedat. Në këtë drejtim, identifikimi i të ardhurave nga krimi është thelbësor në Shqipëri, presim me padurim miratimin e një ligji të rëndësishëm nga Parlamenti për një zyrë të rekuperimit apo rimarrjes së aseteve që do të nxjisë dhe do të përmirësojë më tepër këtë veprimtari. Zonja dhe zotrinj, organizata kriminale lëvizin kaq shpejt përmes kufive saqë nuk mund të kemi luksin e asnjë vonese në bashkëpunimin ton. Duhet të vazhdojmë përpjekjet e përbashkëta për të përshpejtuar dhe për të përmirësuar bashkëpunimin gjyqësor më tej, përfshi ndihmën, marrëveshjet për ndihmë ndërsjellje juridike e përdorimin e mirë të gjitha mjeteve në dispozicion, siç është për shembull mekanizmi për bashkëpunimin e zgjeruar, e po kështu edhe programet e synuara të ndihmës. Mbështetja e ofruar nga ky projekt, që është projekti për sistemin e drejtësisë Ballkanit Perëndimor, ofron një platformë mjaft të mirë për këtë bashkëpunim midis zyrave të prokurorive me efekte mjaft praktike përveç kontributeve tashmë të vlefshme që prokurorët e ndërlidhes të caktuar në Eurojust japin. Përmes këtij projekti, vendet përkatëse mund të marrin akses në ekspertizën, burimet dhe praktikat më të mira të Eurojustit, duke në trajtimin e çështjeve komplekse ndërkombëtare. Ndërkohë sigurohet edhe harmonizimi me standardet ligjore gjyqësore të BE-s, përfshi respektimin e drejtave themelore, që edhe një herë janë elemente thelbësore në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zonja dhe zotrinj, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk është vetëm përgjegjësi e prokurorive të përgjithshme, duhet të jetë e dukshme dhe konkrete në të gjitha nivelet dhe në të gjitha aspektet.
duke nisur nga parandalimi deri në ligjzbatim përveç ndjekjes penale. Pra bashkëpunimi i fortë me aktorë të tjerë është i nevojshëm që përfshin policinë, doganat dhe njësitë e inteligjencës financiare për të siguruar një sukses në zgjidhjen e çështjeve komplekse. Bashkëpunimi me sektorin privat është po kështu me vlerë për bashkëpunimin tuaj sepse ai mund të jetë një burim i mirë i inteligjencës financiare duke raportuar për transaksionet e dyshimta apo rrjedhoj, duke ndihmuar në zbulimin e gjurmimin e akteve kriminale për fshirje dhe pastrimin e parave. Këto përpjekje në fundit duhet të komunikohen në mënyrë efikase. Mendoj që komunikimi është një aspekt i rëndësishëm i punës suaj. Duhet t'i komunikohen publikut në mënyrë që publiku, qytetarët, të kuptojnë që krimi që i shkakton dëm të madh shoqërisë ndëshkohet vazhdimisht. Ata duhet kuptojnë që ndëshkueshmëria nuk është më diçka që duhet ndodhë në vendin tuaj, edhe kjo çon në një zhvendosje të mendësisë dhe ulje të pragut të tolerancës në shoqëritë tona ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra të nderuar prokuror zonja e Zotëri, më lini ta përmbyll duke thënë se BE-ja, qartësisht përmes Eurojustit, po edhe përmes delegacioneve të BE-s në vendet tuaja, do të vazhdojë t'ju mbështet në punën dhe shkëmbimet tuaja. Dhe ju falenderoj vërtet për punën tuaj. Faleminderit shumë. Ambasadori, falenderoj për fjalët inkurajuse dhe mbështetëse, siç e thatë, rruga e procesit integrimit evropian paraqet mjaft sfida. Një pjesë e tyre janë sfidat e organeve të drejtësisë, megjithatë, siç e përmendët dhe u përmendën nga parafolësit,